Gjykata e Tiranës dënoi me 55 vjet burg në total 2 vrasësit e biznesmenit Edmond Papa, atentat që tronditi Tiranën në mes të dhjetorit të 3 viteve më parë. Ekzekutori Andrew Bode u dënua me 30 vjet heqje lirie, ndërsa bashkëpunëtori i tij Alban Velo me 25 vjet burg. Ngjarja ndodhi në Selit, teksa viktima po pinte kafe në një lokal në këtë zonë. Hetimet që hodhën dritë mbi ngjarjen gjetën që Andrew Bode e ekzekutoi Papën i maskuar duke i qelluar me 9 plumba, ndërsa Alban Velo e priste në një automjet për t'u arratisur. Ndaj tyre rëndon akuza vrasje me paramendim. Për këtë krim, dispozita ligjore që parashikon kodi penal është dënimi me burgim nga 15 gjerë në 25 vjet. Kur vrasja kryhet për interes apo hakmarrje, dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet ose me burgim të përjetshëm. Megjithatë, togat e zeza vendosën për një dënim total prej 5 dekadash e gjysmë. Dyshimet janë që Edmond Papa u ekzekutua për hakmarrje për vrasjen me bombë të telekomanduar ndaj Aleksandr Sadikajt. 27 vjeçari u vran në 11 qershor të 2022-shit në afërsi të rreth rrotullimit të Saukut.